Tronditse. Gjesti flet për herë të parë pas vdekjes së të vëllait. Pas një periudhe të vështirësie dhe tërheqje totale nga jeta publike, këngëtari Gjesti është rikthyer të komunikojë me ndjekësit e tij. Ky është reagimi i tij i parë që prej humbjes tragjike të vëllait, Elidion Kelmendi, një ngjarje që tronditi familjen e artistit dhe opinionin publik. Kisha nevojë për qetësi dhe familjen. Përmes një mesazhi të sinqertë, Gjesti ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e madhe që ka marrë në këto ditë të errëta, duke shpjeguar edhe arsyeën e mungesës së tij të gjatë. Ju falenderoj që më keni qëndruar afër mua dhe familjes sime në këtë periudhë të vështirë. Ishte jetike që këtë kohë të qëndroja larg rrjeteve sociale, për të kujdesur për veten dhe për njerëzit e mi më të shtrenjtë, u shpreh ai. Përveç urimeve për një vit të ri me shëndet, artisti dha edhe lajmin që të gjithë fansat po prisnin. Edhe pse dhimbja mbetet e madhe, Gjesti ka vendosur që t'i kthehet pasionit të tij më të madh në fillim të vitit të ardhshëm. Dua t'ju tregoj se në janar të vitit 2026 i kthehem muzikës, aty ku e kam vendin, përfundoi ai, duke bërë të ditur se viti i ri do ta gjejë sërish në skenë, aty ku muzika do të shërbejë si një formë shërimi për shpirtin.